Përshëndetje të nderuar shikues, mirdita kudo që ndodheni. Shpeshherë ka ndodhur të dëgjojmë apo të akuzohen mediat në thonjza se nuk kanë shumë hapësirë për kulturën, se politika ka kapluar faqet e gazetave dhe edicionet e lajmeve nëpër televizione, se përveç në mënyrë institucionale kultura është marginalizuar edhe nga mediat. Por sa është vërtet se kultura nuk ka hapësirë në media? Si e trajton në fakt kulturën media në Kosovë? Apo si duhet trajtuar nëse jo në këtë formë si trajtohet aktualisht? A i ka fajet media apo vetë komuniteti artistik për tretmanin që ka kultura në media? Janë pyetje që kërkojmë përgjigje dhe sigurisht këto përgjigje do t'i nxjerrim në debatin që ta zhvillojmë sot në Randevu. Por pas një bloku të shkurt reklamash, këtu në studion e Randevus do të vinë 4 emra të njohur, aktor, gazetar, shkrimtar, dhe natyrisht pra do ta shtrojmë debatin pikërisht këtë temë. Kultura, si trajtohet nga media? Mos harroni, ndjenja e mirë dhe bukuria burojnë nga brenda. Vetëm biskotat Wellness nga Dritat Integrale përmbajnë fibra aktiv natyral që ndihmojnë në metabolizëm të përkryer dhe ndjenjë të mirë e cila zgjat tërë ditën. Wellness, ndjenjë e mirë e cila shihet. Keni probleme? Porosia e madrave me dokumente të parregullta ju ka dëmtuar biznesin? Borgjet që keni po ju vështirësojnë jetën? Nuk po mund t'i vendosni kufijt e pronës tuaj. Keni problem me zbatimin e kontratës të punës? Eja dhe zgjidhe rastin. Ndërmjetësimi është procesi i besueshëm për zgjidhjen e kontesteve ku të gjitha palët dalin fituese, me shërbim të paanshëm e profesional, me procedurë të shkurtër dhe shumë më të lirë. Me ndërmjetësim mund të zgjidhen rastet e referuara nga gjykata dhe të vetë referuara. Të nderuar shikues, prej kohësh, edhe ndoshta edhe mua personalisht më ka munduar që një diskutim që shpeshherë është, domethënë, bëhet në mesin e komunitetit artistik, madje edhe publikisht është thënë në emisione të ndryshme rreth trajtmanit që i bëhet kulturës në media, qoftë në televizione, qoftë në gazeta apo radio. Pyetje së shumë ngritur, pse kultura ka pak hapësirë në media? Do të mundohemi t'ja gjejmë përgjigjen, edhe nëse kjo pyetje ka bazë apo jo. Në studio kam ftuar aktorin Enver Petrovci, profesor Miser në studio. Ish redaktorin e kulturës në Rilindje, me pas edhe ish redaktori kulturës në Gazetën Zëri pas luftës, shkrimtarin po ashtu, zoti Ibrahim Kadriu, Miser në studio. Me mua në studio është po ashtu edhe shkrimtari Gzim Aliu, Miser në studio. Si dhe gazetari prej shumë vitesh i kulturës, njëherë është edhe producent në Kohavizion në televizionin KTV, pra Dardan Selimaj. Dardan, Miser në studio. Zoti Ibrahim, po fillojmë me ju. Pajtohesh ju që shpeshherë e kemi dëgjuar, domethënë atë që qarkullon, ajo do të kisha thënë, është paragjykim se kultura ka pak hapësirë në media? E para përshëndes këtë iniciativë për këtë debat rreth kulturës dhe mediave. Ndoshta ka qenë dashur ka herë dhe ndoshta duhet përsëritet shumë herë kjo temë që problemet janë shumë të mëdha. Problemet ashtu janë të mëdha, ka edhe do thotë ka edhe mangësi shpjegimesh se s'mund të ketë, ka punë, sociologët kanë punë, këtu kanë punë shumë tjerë, por e them me një bindje të plotë se sot është marginalizimi deri në atë masë i kulturës, në mjetet e informimit, sa me të vërtet me art turp se ç'po ndodh. Shikoni, ne sot në këtë kushte kemi një zhvillim, ashtu si që kemi, zhvillimin që është shumë më i madh se sa që ka qenë përpara në aspektin e zhvillimit kulturor. Në çdo aspekt kultura, jo vetëm një aspekt, por edhe zhvillimi i arteve, zhvillimi i gjithave tjera, por çka ndodh? Anën e kundërt ne kemi mjetet e informimit që jo heshtin, po thuase injorojnë zhvillimin e kulturës, zhvillimin e artit, teatrit, letërsisë. Sot e kem vështirë të informohemi se ç'po ndodh në kulturë, sepse mungojnë
hapësirat e duhura që duhet për popularizimin, për lajmërimin e asaj që po ndodh në kulturë. Dhe unë nisem nga shembulli që kjo nuk unë nisem nga shembulli. ka hapësirë. Kjo është një injorim, unë po quaj një injorim, edhe po nisem, nuk po i marrësh gazeta tjera, po marr një gazetën time që ku kam punuar te Zeri. Edhe sot ekziston e njëjti tretman. Shohim vjetjala kultura është dikon në fond, si faqe, si hapësinë. Ku do të jetë kultura? Duhet ishte aty ku ka qenë për herë, mes faqeve, me njëherë mas politikës, me njëherë mas ekonomisë, të them këte. Por jo, që ndodhët për shembull kur kam reaguar për këtë tretman të kulturës, kultura në fund, mas sportit dikun atje, edhe mas faqeve rozë. Ka dhe gazeta që bëjnë rubrika, jo rubrika, po ka shtojca ekstra për kulturën. Të dishtë të them, kanë qenë edhe shtojcat, jenë edhe shtojcat edhe tash, jenë shtojcat, është edhe të Zeri, është edhe të Koha, të Kosova sot, e kështu. Mirë, po ato shtojca nuk i përngjajnë aty në shtojcave që i kanë qenë përpara. Nuk du ta madhnoj unë atë punën që kemi bërë na përpara. Por, sot shkohet me një praktik pak tjetër, ka përsehet më shpejt. E kjo ka përsehet më shpejt merren temat gjatat, përpunuara, dikon tjetër, e nuk merren tema, nuk caktohen autor që do të shkruajnë temat posaçme nga kultura, nga arti, edhe për shkak se asnjë redaksi sot nuk shpërblen. Sa unë e po kuptoj, do më thonë, nuk mungon hapësira, po çështja e cilësisë. Jo, mungon edhe hapësira. Si shtojcën, po e thamë si shtojcë javore ajo, por nuk janë të kompletume, sepse nuk kemi autor, për shembull, nergut që do të shkruanin. Se redaktorët e kanë vështirë dhe të merren vesh të marrin temat caktuara për shkak se nuk mund të shpërblejnë as me një kafe, merrni me mend, do të thonë puna e kulturës, njerëzit që merren me kulturë është në fund pusit, nuk ata vetëm të punojnë kështu, që më thënë për non Terezën. Është redaktori këtu është. Po më intereson Dardani, vjen edhe nga kompania Koha, e cila ka edhe gazetë, ka edhe televizion. Me gjithë të është Dardani dhe producent në kompani. është evidente me që flasim për gazetën, është evidente që krahasun dështë me kohën e rilindjes, sot nuk shkruajnë kritik të cilët janë të specializuar për një fushë ose një tjetër në teatr, muzikë, letërsi e tjerë. Për shkak se mungojnë fondet edhe buxheti, por nuk është nuk mund të themi ndoshta që nuk ekziston hapësira, shtojca për kulturë, tash varet prej. A shumë marginalizuar sipas siç po thotë edhe zotri Ibrahim, kultura. Po kultura në media ka aq prezencë sa ka prezencë në skenën edhe në ambientin tonë, apo më kupton. Unë mendoj kështu. Në rast se flasim për shembull për teatrin, apo flasim për teatrin, ka kalu viti, edhe nuk e kemi i ngjehim në gjesht premierat të cilat janë dhënë në teatrin kombëtar. Pjesa dytë ka dështuar komplet repertorin. Diçka që ndoshta në vitet 70 nuk ka ndodhur, nuk e di, nuk mund me fol për atë kohë, po ndoshta mundin më na tregu bashkëbisedues. Doon çka ka me bëu gazetaria në rast se në teatr nuk shkojnë punë çu duhet, ose për shembull filharmonia ballafaqohet çdo ditë me probleme evidente në buxhet. Domthonë buxheti mungon gjithkohë, nuk është vetëm në media. Tash këto janë punë zinxhirore, lidhen. Na e dim që honoraret pagat e aktorëve në teatrin e vogla, po aq janë edhe të shkrimeve për kulturë. Domethënë, ose nuk është diferenca e madhe e një shkrimi politik edhe një shkrimi për kulturën në kuptimin e shpërblimit. Megjithatë, unë mendoj që hapësirë i jepet, normalisht asnjëherë nuk është ballë për kulturën, po nisna prej mediumit ku unë punoj. Na kemi një emision një arsh që i dedikohet kulturët në bazë aditore, edhe në ato një arsh showbizin zë vend 15 deri në 20 minuta, ndërsa kultura 45 minuta. Tash edhe në televizionin tani ka debate për kulturën. Për shembull, nëse tërheqim një paralele me Shqipërinë, e cila ka
50 vjet teatr opere, ka për decenje teatr kombëtar. Nëse i shef mediat në Shqipëni, ka shumë pak hapësin për kulturën se sa në Kosovë. Profesor? Jo, as pak. Deri tash u pajtova me ty, po ku është dallimi në mes me që e more shembull Shqipërinë. Unë shumë konkretisht do të flas, pa e bastradur shumë. Kur unë kam atje shfaqje, unë nuk mirëm me media, mjafton që organizatori, menaxheri, drejtori, nuk e di unë, i informon, thot gazetarëve është konferenca për shtyp. Unë nuk ju gënjej, veç sigurisht vinë 20 gazetar edhe 5-6 televizione, po them minimum. Kjo nuk më ka ndodhur njëherë, por gjithmonë. Këtu, jo unë, po secili prej nesh, duhet me lut redaktorin e televizionit, nuk po them cilin, të lutëm, jo thë s'kam kamera, se kam konferencë për shtyp, është premiera nesër, duhet disa herë me i thirë me telefon, unë përflas shumë konkretisht, pa e mënuar, që a mundem, as mundem, për hatër tëmë, për ta qej një kamerë, le të gjiron, pra vetë televizionit nuk e kanë atë ndjesi, sepse pse nuk e garantet, është diçka tjetër. Ka, normal, ka televizionet të cilat e përcjellin, kur janë disa ngjarje për ta më të mëdha, por në parim, jo. Unë do t'ja jap edhe një shembull që është vërtet prekse do ta mbajmë mend sa e gjallë. Unë me zonjën Nezmije Pagarusha jam në bordin e shoqatës humanitare Nëna Terezë në Gjermani. Edhe ne mbledhim kështu para me koncerte, edhe i dërgojmë fëmijët të smur nga zemra në Francë, Gjermani dhe Zvicër në shërim. Tani kem mbledh disa fëmijë, tash detyra e ynë ishte me i përcjell fëmijët në aeroport, edhe Nezmija me atë morë që e ka, unë e kisha pak më lehtë, erdhëm në aeroport, edhe i ftuam disa televizion, disa kamera me e gjiru se kjo puna jonë e ka një vlerë. Pra këta fëmijë po shkojnë në operim, ata ishin me prind. Edhe sa hymë brenda në aeroport, edhe sa u përgatitëm. Kamerat përgatitën që ne të thejme diçka, dikush e dha një lajm. Edhe të gjitha kamerat u zhdukën. Po shohim, erdhi një politikan, ju betohem, absolutisht i parancishëm. Totalisht i parancishëm. Gjithë të aji se erdhi nga aeroporti, i thash Nezmijës, që ka u bata? Kush është ky njeri? Tha një politikan, pas më kujtohet zemni. Në harum se kanë ardhë kamerat, shkun pas ti. Kjo është, thash Nezmije, shive ku kemi ra, hajde unë, po ti mëj, që ku kemi ra. Profesor, kjo është nivelli... Kur tha për konferencat për shtyp, po. Edhe unë personalisht nuk pajtohem për shkak se edhe unë jam gazetar që 10 vjet bashkë me Dardanin, domethënë kemi qenë shpesh edhe në ngjarje bashkë, këtu nga KTV-u prej Nisenishit. Konferenca për shtyp, zakonisht televizionet, edhe shfaqjet, na i kemi 3 televizionet, domethënë, të cilat janë me frekuenca kombëtare. Janë pranisht me gjithmonë në premierat, që nuk jam i sigurt për radio televizionin e Kosovës, për televizionin publik. Profesor, dhe shta vetëm shkurt, apo edhe mund të ndodhë me mungu në konferencë shtypi. Kush? Po në premiera jo. Jo, jo, në për emna. Jo, po flasim përgjithësi. Mund të ndodhë të mungoj prezenca e mediave në përgjithësi. Por me gjitha te, për shembull, premiera gjithmonë për cilët, për gjitha televizorët, me atë sa unë kom... Nuk ka asë një premier Gjilanit, që është për cilë, Pejës, Mitrovicës, nuk është qendra vetëm Prishtina. Jo, edhe ato është për cilëm. Unë nuk po shoh. Mund të, për shembull, a ishte festivali i teatrit në Ferizaj. Ne, për shembull, shkojmë edhe e përcjellim, edhe ajo që ka ndodhë pastaj, që ka feedbacku, ose komentet që vinë për komunitetit artistik, është pse shkoni me mbulu një ngjarje në Ferizaj, etj, kjo ndodhë dhe... Duket që na thjeshtu problemi vetë. Thjeshtu problemi te paraqitja e kulturës në media. Hapësira që jepet në media. Po, unë konsideroj që nuk është ky problemi themelor. I raportit të kulturës me mediat. Nëse unë kam aftësi, nëse televizionin, nëse ne ka mundësi teknike të mbuloj të gjitha
aktivitetet kulturore brenda një dite në Prishtinë që ndodhin, kjo është shumë në rregull ose televizionet e tjera. Po kjo nuk është problemi themelor. Për mu problemi themelor është raporti mes kulturës dhe mediave. Këtë rast, bët kuptimi i mediave për kulturën, se çfarë po bëhen kulturë. Edhe përfshirja e personaliteteve të kulturës në kodër të mediave. Do thëtë ne ende nuk e kemi kaluar nivelin e paraqitjes. Ne duhet të kalojmë në nivelin analitik. Atëherë kur një redaktor i kulturës ose një gazetar i kulturës arrin që një shkrimtar si puna ime apo puna e zotit Ibrahim ta paraqes ashtu siç duhet. Jo, mu më ka ndodhur vetë në njërin prej televizionit kombëtare, përsa jam kthyer nga Vjena. Gazetari jam ka pyet ku ke qenë, cili jeti, cilat vep, dohet nuk ke ka posur asnjë informacion. Derisa kanë shkruar atyre ditëve mediat për atë ngjarje kulturore që është mbajtur në Vjena apo në Graz. Te lashja e madhe është mungesa e informacionit dhe niveli analitik i paraqitjes së kulturës. Ne kemi këtu me 10 për shembull festivale të filmave, apo? Mirë, po nuk e kemi asnjë redaktor, asnjë gazetar të kulturës i cili është në gjendje që ta analizoj një film, i cili nuk është në gjendje të analizoj një roman, sepse nuk e lexon atë roman, nuk e shikon atë film. Edhe ka mungesë të kulturës, të informatave kulturore lidhur me një ngjarje të caktuar. Shumë është e lehtë ta paraqisim një ngjarje kulturore. Tjetri problem, edhe niveli i paraqitjes është shumë i ulët. Para disa ditë e patëm një promovim, besoni ose jo, të gjitha mediat e shkruara dhe disa media elektronike e kanë paraqitur në mënyra ndryshme dhe krejt shtrembruara. Fjalët e mia për shembull i kanë shtrembruar disa aq shumë sa që un jam çuditur. Çka të bëj? Të reagoj që nuk kam thënë ashtu jo. Pra duhet të shkollohen gazetarët. Gazetarët duhet të jenë stabil. Gabimi është se në rast se ju nuk reagoni për shtrembrimin e fjalëve tuaja, kush do të reagoj? Unë do të reagoj për shtrembrimin e fjalëve tuaj? Jo. Domethënë, nëse ju bëjmë aq shpesh promovime sa që neve do të na shkonte jeta duke reaguar se kështu nuk thash ose ashtu thash. Po vetëm në rast se ajo problemi është te gazetarët. Domethënë, në fund të fundit, nëse juve ju shtrembrohet një fjalë ose një qendrim juaj, ju prekeni direkt apo çka nëse ai qendrim është absolutisht në kundërshtim me qendrimin tuaj real. Domethënë, unë në rast se dikush ma shtrembron mu personalisht, atë që unë them, unë reagoj. Për ndryshe nuk, në rast se njerëzit e kulturës nuk komunikojnë me njerëzit e mediave, atëherë gjendja nuk mund të vlerësohet. Ju jeni në gjendje që reagimin tim për shembull nëse një televizioni juaj nuk kam pasur probleme me televizionin tuaj. Unë po të garantoj që po, sepse unë jam përgjegjësi për atë pjesë. Kështu që në rast se i përmenda kryesisht pata për mediat e shkruara. Sepse mediat elektronike si televizioni ta fut kamerën përpara dhe nuk ka edhe si ti shtrembroj. Mundet të nxjerr nga konteksti fjalin, por nuk mundet të shtrembroj. Mediat e shkruara i shtrembrojnë, faktikisht i shtrembrojnë komentet ose atë që ke dashur ta thuash për një vepër të caktuar. Kjo është lashja më e madhe. Pra, gazetaria kulturore duhet të kaloj prej nivelit paraqitës, që është e një niveli shumë të ulët, në nivelin analitik. Edhe duhet që njerëzit e kulturës të përfshihen në media, shkrimtar, aktor, artist, t'ju japet mundësi që të marrin pjesë në programe si të punësuar me gjysmë normë apo me kontratë mbi vepër. Përmendi vetëm rastin e këtij kritikut të madh gjerman që vdiq, i ndjeri që vdiq para disa kohe, Marcel Rajsh-Raniski. Siç e dini gjithë, ai ka pasur një emision shumë të famshëm, shumë popularizuar, emision elitor, po edhe popularizuar, e kanë shikuar me miliona lexues çdo javë. Ka qenë Literarisches Quartet, do të 4 shja letrare. Aty kanë qenë çdo javë ky udhëheqës, popa i kritikës gjermane dhe 3 kritik ose shkrimtar dhe kanë diskutuar për një vepër të caktuar, vetëm për një vepër të caktuar. Edhe ata kanë hyrë në detaje atë vepër të caktuar. Këtu rroll paraqiten vepra dhe kur paraqiten ato vepra, gazetari nuk ja din as shkrimtarit emrin. Unë ekzemi kam një pyetje për kjo është lashë e madhe. Derisa Dani thotë në teatrin kombëtar nuk ka pas premier që 6 apo 7 muaj. Atëherë, çka i nevojitet medias për shembull ta ketë një kritik i cili nuk ka për këtë shkruaj? Media mund të kenë ndikim të fuqishëm në rregullimin edhe çështje kulturore edhe formimin e shijes. Sepse aq shumë ka ndikim televizioni në publik saqë për shembull rasti i redaksisë kulturës të ne na disa herë kemi paraqit problemin e teatrit kombëtar i cili është në krizë të thellë dhe askush nuk merr domethënë masa për ta zgjidhur çështjen e teatrit kombëtar. Duhet të vazhdoni, s'po ka opinioni publik të marrë vesh se si po shkojnë aty ose diku tjetër. Opinioni publik e di, Gzim.
Unë të paktën e di që 5 kronika e kemi bërë në problemet media duhet vazhdojnë që t'i kritikojnë. A mos është më i thellë problemi se ka është profesor ndoshta? Unë mendoj që ma mori mendimin, po vjen shumë mirë që e tha dikush tjetër, po e vazhdoj. Për dallim prej gjeneratave të zotit Ibrahim, më kujtohet kur edhe Ibrahimi ka shkruajt nga njëherë kritika për këtë rast për teatr. Unë ju them se në atë ish Jugosllavi apo në Kosovë kanë gjenë 3 emra 4, të cilët ne si artist përgjithësi, dridheshim çka po thot filani. Mungesa kritikës do thotë. Por ai fjala e tij ka qenë drejt, me plot informata, edhe kur e ka thënë ka qenë i sinqert edhe i dishëm normal. Nëse ka thënë ai keq është, ne e dinim se diçka është keq. Se ka shkruajt për inat. Ka qenë një, që ja ku marru emrin, që është me nënësi, mëngjes, gjoheshim gjithë shpejt gazetat çka ka thënë filani. Se e kem respektuar këtë mendimin e tij. Edhe nëse e ka thënë se kjo është gabim apo kjo mund të përmirësohet, të gjithë e kemi përmirësuar. Pa marrë parasysh të regjisor apo aktor. Por, për të bërë gazetar, këtë rast kritik po e quaj, i të nivelit lartë, ti duhesh me qenë vërtet i informum, vërtet me kulturë të madhe, si literaturë. Edhe me njoftë atë fushë, profesor. Po them, me qenë informum. Edhe që është më rëndësishme me qenë spaku dhe thërma i paguar se një gazetar që shkruan për politikë apo jap informata. E atëherë do të kishin lind se gazetar të mirë ose kritik të mirë, sepse ti për ta shkruar një kritik të mirë, unë e di si punon një kritik, vinte ose këtu, vinte e lexonte veprën, vinte në prova, 2-3 prova dhe në premier, pastaj shkruante. Pra ai ka investu shumë. Edhe çka bënte ai, e shkruante 1 apo 2 shkrime në mujore diku në gazetë. Por ishin shkrime për cilës mund të bësh edhe libër, gjë që gjithë kanë bërë libra. Pra nuk mundesh me e krahasu, unë jam gazetar, sporti, ekonomie, apo nëse ekonomie nuk marr vesh, gazetar, speaker, informator, jep informata ose kritik kulture. Është dallim shumë i madh, si dita me natë. E këtu, sot, unë nuk e di një emër, nëse po gaboj, që shkruan kritika, që është i respektuam. A di si shkruajnë kritika? Unë shikoj shfaqje, vinë gazetarët, çka po mendon për shfaqje? Unë them pse po më pyet, po ashtu po mendoj. Ai për mendimin tim që ja fus kot, se kam disponim pa mendu. Këtu janë 2 gjëra. Edhe ai e merr mendimin atij dhe krijon një mendim ai të vetin. Ose thot ka thënë. Kritika informative që është dhënë premiera në shfaqje. Ama nuk është mjaftueshme ajo. Për informatë kemi televizionin, kemi gazetën, u dha shfaqja. Ti duhesh me dhënë mendim, me kriju opinion. Kjo është ndoshta më shumë për gazetat, për mediat e shkruara. Zotri Ibrahim. Pajtohem në verën për këtë mendim, por është çështja e raportit mes mjeteve të informimit dhe që them kulturës përgjithësi. Vjen keq kur them se kam nostalgji për atë kohë. Tash dëgjum këtë që ka tha në veri, kam nostalgji. Po ti thush dikuj, kam nostalgji, thot po ti ke metën në atë kohë, si e i sotit. Veç. Vërtet ka qenë tjetër farë raporti mes mjeteve të informimit. Në atëre kemi pas një gazetë, kemi pas. Qajo gazetë ka shërby për gjitha. Sot kemi aq shumë gazeta, po kemi pak informacion. Mirë vesh, në rregull këte, si e tha edhe gëzimi që do të analiza me pas e krejt këto, në regull, por edhe informacionet nuk janë normale. Unë në përvojën time, si redaktor, mu më ka ndodhë kështu. Një raport që e ka pru gazetari, në rubrikë teme që e ka pru gazetari, nesërmen e kam pa në 3 gazeta tjera, i njëjti raport me emnat ndryshëm. Kanë shkëmby njëjtin informacion. Shiko, po këtu është ai të merri. Çka do thotë? Ata gazetarët jenë lajmëruar, merren vesh me internet, thotë çoma çat të raport që ke qenë atë mbledhje, as i përcjellin ngjarjet që ndodhin. Kjo është problemi. Plus kur ti ashtoj, atë që thash në fillim, edhe se raporti i stafit të një redaksie, s'po flas për këto mediume televizive, po flas për gazeta. Stafi nuk i jep ndonjë tretman kulturës. Kur thash atë se e lën kulturën dikun ose ka ndodh, mum ka ndodh,
që në mramje, kër i kanë da faqet, i kanë caktu konkret, nesërme nuk e kanë pa kulturën farë në gazetë. Qëka u bo? Ajë se s'ka nevoj se në vdash një faqe për reklamë. Aq keq shikohet sot kultura që me të vërtet është për të merë. Kjo është të merë. Tjetër, përpara që nostalgjia që e them, përpara kem pas aq shumë gazeta jo të përditshme, por kem pas letrare, kem pas teatri ku është përfaqësu, ku është filmi, krejt këto, ka qenë fjala, ka qenë shumë humorit. Edhe gazetat humorit. Edhe gazeta humorit ka qenë. Për shkak ndemoj mend fundin. Plus revista tjera. Sot e kem një jetë tre që përpiqemi me mbajtën frymën gjallë. Sot janë portalet të cilat japin hapësirë kulturës. Lutem. Çka ndodh sot për shembull? Ja shembullin Shqipëri, këto që në veri kurrin atje dhe shembull në Shqipëri. Sot i kem edhe në Shqipëri kem dy gazetat, kështu e kem Milosavun, e kem edhe Nacionalin, e kem kështu që merren me kulturë drejt për drejtë. Milosau është rreziku që dalin. Këto e kam informacionin për atje, pse ai pronari i gazetës shqiptare, thotë s'po na vjen më. Mbasën e kanë pyetën po cila gazetë po të shitet më shumti ka pasu pikrisht që ajo gazetë ku ka qenë Shtojca Milosau. Edhe ai ka vazhdu. Në rregull, po vazhdojmë thotë se. E sot nuk ka ndonjë analizë këtu se për shembull kush e lexon gazetën. E na vetveti me qenë analfabet dihet se gazetën e lexojnë intelektualët, gazetën e lexojnë ata që merren me krijimtari, gazetën e lexojnë edhe atje në përkatuna të shoqatat kulturore artistike. Zoti Ibrahim, apo ndalemi tek dita e sotme. Nëse dikur domethënë ka ekzistuar ky raport, siç ju po e thoni domethënë shumë domethënës ndërmjet medias dhe kulturës, sot ku është problemi i gzim sipas jush? Ku qëndron problemi sot përveç asaj që tha mungesë kritikës? E thash edhe më herët, është problemi i raportit normal mes kulturës dhe mediave. Çfarë kupton me raport normal? Në fundit vetë mediat janë formë e kulturës. Vetë media është formë e kulturës njerëzore. Për këtë shkak edhe mediat duhet të kenë më shumë sensitivitet, ndjeshmëri ndaj kulturës përgjithsisht. Vetë mediat. Në çfarë bazoni që media nuk ka sensitivitet? Nuk duhet media të themelojnë a priori vetëm për të raportuar për ngjarje politike dhe sociale. Këtu mediat kanë thelb politik dhe pastaj social. E dikur më vonë kultura është si shtojc. Mu vetë fjala shtojc më pengon. Vetë fjala shtojc e kulturës. Në Shqipëni e përdorin suplement. Megjithatë është më e bukur suplement edhe pse është e huaj se fjala shtojc. Thash raporti duhet të normalizohet dhe duhet bëhen shkëmbime mes mediave edhe njerëzve të kulturës. Si të bëhen këto shkëmbime? Njerëz e mediave të marrin pjesë më shumë në ngjarjet kulturore, me krijimtarinë e tyre, me talentet e tyre, me bashkëpunimin edhe privat edhe publik. Dhe njerëzit e kulturës duhet të përfshihen më shumë në media. Jo vetëm si mysafir si jemi ftuar sot këtu, por edhe si bashkëpunëtor. Që nëse është një ngjarje e madhe e caktuar, që ju mund ta konsideroni se ne të madhe, ne të merremi me të përgatitemi 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, po kur të dalim para publikit ta analizojmë një vepër kinematografike ose letrare ose çka po di tjetër, ose të pikturës bukur dhe mirë, kështu ngadalë ta fillojmë ta rregullojmë edhe ta stabilizojmë edhe shijen e publikit, sepse shija e publikit është rregulluar pikërisht shkaku i këtij raporti të ekuilibruar mes mediave dhe kulturës. Çfarë kupton me shijet? Në shijen në kuptoj, ai shija është subjektive, e dinë gjithë. Po megjithatë janë disa standarde të pashkruara se çka është e bukur dhe çka nuk është e bukur. Me shijen në kuptoj, nëse ne për ditë i servojmë publikit gjëra që nuk duhet i servojmë, melodrama me 400 epizoda, muzikë të lava, filma të dobët, emisione të dobëta, atëherë automatikisht shija fëmijëve të e të rinjve edhe të gjithë grupë moshave tjera të shregullohet. Natyrisht, ne nuk jemi në korrent me televizionet perëndimore. Kjo është shumë e qartë. As pak nuk jemi në korrent me televizionet perëndimore. Ajo që quhet prime time, ju jeni ekspert asoj fushë, e dini si shkon. Ajo që quhet prime time në televizionet tona mbushet me politikë dhe fatkeqësisht kryesisht me telenovela. Dhe çështjet të ndijshme dhe çështjet që do duhet të trajtoheshin në këtë kohën kur shikueshmëria është jashtëzakonisht e madhe, fatkeqësisht dalin shumë rrallë në televizion. Po, është vërtet që prime time tash varet është në politik. Po, është politik, kryesisht.
e para. Kultura përveç të vikendeve edhe sporti, edhe kultura edhe sporti, i dedikohet kryesisht kulturës edhe po jo politikës edhe melodramave. Megjithatë në Kosovë ka aq ngjarje politike, edhe Kosova është vend i cili në tranzicion, ku politika dashëm e zdashëm është pjesë e jetës gjithë secilit prej neve, edhe politika na imponon që gjendja në kulturë të jetë kësaj. Kështu që jo vetëm në Kosovë, por në çdo vend në rajon, politika zë kryetitujt e lajmeve të programacionit. Do shtë edhe gjendja ekonomike e shoqërisë. Por në të njëjtën kohë, televizionet komerciale, pavarësisht me frekuencë nacionale, por komerciale, prapse ekzistojnë nga ajo që sigurojnë nga çhyrat e marketingut. Duhet të mbjetojnë, thjesht. Po duhet të mbjetojnë dhe duhet të siguroj mjete nga diçka tjetër për të investuar ato mjete në kulturë. Sepse në rast se një emision kulture transmetohet në televizion, interesimi i bizneseve për të promovuar në mese kulturore nuk është inekzistent. Këtë mund ta shohim edhe përmes participimit të bizneseve në sponsorizimin e një shfaqje, e një filmi. Profesori e din shumë mirë, për shembull, në momentin kur i bën kërkesë një biznesi për ta mbështetur një ngjarje kulturore, nuk ofrohet askush. Ose është minimal, ose është çesharak ajo që ofrohet. Edhe po them prap, gjithçka është zinxhirore përderisa në kohën e viteve 70-80 nuk është diskutuar nëse duhet me u bë një shfaqje ose nuk duhet me u bë. Buxheti ka ekzistuar për koncert. Kemi pas orkestër simfonik të kompletuar në ato vite, sot ende e kemi me kuadrë të mangë. Buxhetin shtetëror, që ka mbjetu, do me thonë, ka qenë edhe mënyra, ai ka qenë një sistem tjetër. Ka RTK-ja, ka buxhet shtetëror, edhe KTV-ja. Ka buxhet shtetëror, por megjithatë funksionon në ndryshe. Nuk është Jemi sinqert në televizionit, është edhe një e vërtetë se shumë është më lehtë me bën një informat. Jo lehtë, por pakrahasimisht është më lehtë me bën një informat politike, një emision politik 2 orësh, 3 orësh, 4 orësh, se sa një emision kulturor. Pse? Sepse i sjell 2 politikaj, 3, ja u gju një grimz atje, edhe këta si budallenja njësi, bla 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 bla, ti rrinë aty, knaqesh, mendon kemi pikave ta krynë këta, kur këta pajtojnë, ti prap ja u gju një, ata prap, ta bajnë emisionin, bëhet më teatr se teatr. Në anën tjetër, pse po e zanë tani këto zgjedhje që çka po më intereson mu, kush është do të jetë, kush është në balotazh me diken më qeverisën e poshtme. Ku po më intereson mu? Ose në stok apo në çka diun atje. Çka po më intereson? Dakord? Jepja televizionin lokal. Le të mirën me ato punë. Pse mu po më lodh kryt, mu, kur them mu, fëmijët të mi, kush është ai apo ky? Po e kuptoj, me që jam unë i Prishtinës, ndoshta një televizion lokal i Prishtinës, ati që i intereson politika e shikon atë. Po jo me mi në RTK, KTV, Listenish e djerë. Një televizion lokal i Prishtinës miret me këto balotazhe. A dini çfarë dhunimi është ajo? Edhe do të vje koha, si që po vje koha në Tiranë, nuk i ndëgjon me këto emisione askush. Ju beton, aq reagojnë keq. Largoj, se lodh. Populli është lodh, po këta me që është prap lehtë me i bë ato emisione, prap po a imponojnë. Është e vërtet, janë disa opinionista, ti quaj, jo moderator, të cilët kanë nivel të lartë, si njerëz kanë kulturë, politike, informative, si dush, edhe e bëjnë emision të mirë. Edhe kur e bëjnë në momente kur vërtet janë zgjedhjet. Sigurisht paguhen për atë punë. Patjetër. Edhe paguhen. Ata janë shumë pasur. Po. Natyrisht që gjithkund bëhet është. Jo, ata janë shumë pasur. Në Kosovë nuk paguhen. Fatkeqësisht. Po. Të mos ulit në emisione kvalitative. Jo, nuk paguhen, po du me thonë që nuk është se një opinionist politike paguhet e një opinionist kulture injorohet.
do të thonë, nuk paguhet Asnjëri as tjetri. nuk ka bugjetet në cilat operojnë televizionet edhe mediumet në Kosovë, janë larg prej bugjeteve të televizioneve në Shqipëri. Tash mos tym ku ajo tani Në që funksionojnë çfarë buxheti kanë ata, çfarë buxheti na kemi. Ata investojnë. Po sigurojnë ata buxhetin tjetër, ata investojnë për një treg disa milionsh, Ashtu. na jemi treg 1.700.000, as 2 milion si jemi. Do të thonë, që ajo është arsyeja pse atje ka më shumë investim se sa këtu, se tregu është më i madh. Debat që është kushtu teatrit në televizionet e Shqipërisë. Gjë që në Kosovë ka. Ka, po jo më shumë se këtu. Dëgjoj, ti nuk po e shikon. Unë i shikoj televizionet shqiptare. Kështu Po që flasim për televizionet që janë kombëtare, ose me frekuencë kombëtare, Edhe jo jo lokale. Shive, lajmin e një poezan premiere apo një libri që ka dalë është botu. Po. Ajo nuk është i format 20 sekonda. Ura premiera, u botu libri, po ndalet në lajme kryesore, s'paku 7-8 minuta. Profesor, Kur ke pat, lutem falni, kur ke pat pati në gazetat tona, Po. për herë të fundit, sigurisht keme vdek, dhe ke linë ca, edhe keme vdek, kur ke pa një autor, librash, në faqen e parë një gazete, një aktor, një regjizor, një piktor, faqen e parë. Kur ke pa lajmet tona, gjitha televizione kombëtare, që ka startu lajmet me një letrar, për posë nëse ka vdek. Po. Ka Ose vdek. nëse ka një politik. Ose nëse ka një politik. A është vërtet? Kur ke pa një debat në Top Channel për teatrin? Edhe a ke pa në Kosovë debate për teatrin dhe për filmin, për shembull? Ose edhe për Mirë, pyetja është e saktë. saktë. Pyetja është e mirë. A? Jo, hajde po shkojmë në mënyrë për shembull konkret, profesor. Për filmin e patëm para disa javë, patëm një debat për filmin këtu Kishim debat për filmin. Po. Jo, emisioni Randevu, A di pse e bëjmë këtë debat? A di pse Jo bëhet ky debate debat? për kulturën e ne, për shembull. Por a di pse bëhet ky debat? Se ti ke informata. Asgjë tjetër. Pra nuk ne që foli nuk është puna që s'ka hapësirë, po s'ka njerëz që e bëjnë. E po, domethënë Ti ke marrë borën e rëndë që merresh me kulturën. Ti ke informata. Nuk do të ti ke nevojë me debate. për mediat e Kosovës. Këtu është Jo, ne s'po paragjykojmë. Ka vend për përmirësim, nuk po du më thonë, ajo është... perfekt nuk është askush. Por Unë thash që atë sa ka kulturë, atë që ka hapësirë, apo këtën qaq, s'kom që ka me thonë atë shumë. E po që kjo është profesor. Ose zoti Ibrahim. Jo, nuk e keni kry obligimin gazetar, nuk e kanë kry obligimin nëse një shfaqe, ka projekte, ka libra të mira, ka pak më dopta. Nuk e kry obligimin si gazetar, nëse një libër ka korë sukses, me adhonë hapësirën 20 sekonda, si një libri apo një filmi që nuk ka korë sukses. Pra ti... A ndodhi kemi jo për shumë kritik një filmi jo të suksesshëm, gazetarët nga artistët ka ndodhë, mu nuk më ka ndodhë asë njerë mu kërcnu nga një politikan për një kritik eventuale të cilën ja kemi adresu në lajme, mu më ka ndodhë personalisht mu kërcnu fizikisht prej një artisti për raportin të cilin e kom bo, apo? Keqë anë e ti. S'pas ka qenë artist. Po, ndodhë. Apo kur momentin kur kritikohet, ose në momentin kur, që për shamë në shfaqen rock'n'roll, gjithë ata të cilët kam qenë të përfshinë në atë projekt të Dino Mustafiqit, në momentin kur kritikojnë ashtë për mediat në shfaqe, besoj se ju kujtohet ai moment, pas shfaqës, unë me ata aktor e personat të involvuar në atë projekt, kur kom dasht me e diskutu punën e kritikës adresu medjave, reagimi ka qenë jo i natyrshëm. Ndërsa ju thash, a bën me bashkëbisedus, për thëmë pse e keni bo? Thjesht po kom dëshirë me diskutu arsyen, me ma arsyetu pse ka ndodha jo, apo? Nuk është shumë e kollajshme me debatu jashtë studiove televizive me komunitetin artistik. Unë kom kry fakultetin e muzikës edhe jom 4 vjetë kom kalu në një objekt me aktor, studentat të aktrimi, studentat të regjis, dramaturgjis, e të artit figurativ, edhe i kom meq prej studimeve, por të ashti në këtë pozicionin që unë jam në një medium dhe ata
e bëjnë punën e tyre, do thotë janë më të zotë se unë, për shkak se ata po vazhdojnë punën e tyre, unë nuk kam vazhdu me u marrë me muzikën, është shumë problematike me u ullë dhe me u marrë vesh, apo? Do të mu bo kritik ndaj punës që ta dhe bëjnë, apo? Po, thjesht me e inicu një debat në kafe, a dhe hiç ma shumë, jo në rafshën, jo në një studio televizive. Nuk është e kollajshme, është shumë e vështirë, sepse se cili mundohet me mbrojt vetën, edhe nuk jemi tolerant, ndoshta nuk jemi tolerant. Ose nuk e pranojnë kritikën. Edhe jemi, po. A do thotë kjo që ka ndryshuar mentaliteti krahasuar me vitën e parë? Këto ekstreme kanë qenë gjithherë kështu, nuk do thotë çdo njeri është subjektiv, çdo krijues është subjektiv dhe mendon se është super. Dhe fusha e kulturës nuk ka fushë e lehtë. Po, dhe fusha nuk është fare e lehtë. Fushë e lehtë. Mirë po kthehem atë kur bisedu pak përpara si ka qenë përvoja, për një shfaqje. Gazetari ka shku me fotografe, me gjithë kanë shku kur u bëj, që me thonë, prova. Prova ka shku, i ka morë gjitha. Del për provën, pastaj del për shfaqen, del me regjisorin, me një artist. Po, e lexon veprën. Shiko, është shumë punë e vështirë, është shumë punë e vështirë, por përpara i kanë bën. Gazetarë që i kanë përcjell krimet, kësaj, ata në vërtet kanë qenë shpesh edhe më artist, shpesh edhe më shkrimtar, shpesh edhe dihet atë që thajnë veri pak përpara, se kemi një thot frig, nesër në gazetë çka po del. Gazetari është intelektual gjithkund botë. Po, tash shikoni ditët e sot me problemin tjetër që kanë vit Dardani. Sot, jo, edhe ky problem institucionet nuk funksionojnë. Sot duhet që Dardani duhet me mbjetu edhe është i obliguar me punën disa punë, e jo marrë vetëm me kulturë. Kishte marrë Dardani vetëm me muzikë, vetëm me muzikë, cili e ka profesion, e të kishte zhvilluar anën teorike edhe praktike, pse jo? Këtë ndryshë, e të kishte një pagum shumë atëherë se një gazetari të ndonë, atëherë ky ishte marrë vetëm me atë punë, edhe kishte pas për skotash, njerë një ava, po njerë muj. Po kishte me qenë respektum, ka thënë Dardani, u kry. Edhe të shka të ishte me shtu... Po, urnon. Çka ndodhi tash vonë? Për shembull vdiq Naxhie Deva. Po. Naxhie Deva Gjerata ju nuk ka pas rast me pa në skenë. E para. E dyta nuk kemi pas rast me pa një filmim të një X shfaqje të saj. Unë i kom pa krejt 3-4 fotografi të cilat i kom pas gjetë në një revist edhe në disa artikuj e kritika të hapshitës të botuara në rilindjen para 30 vjetë. Tash vdes Naxhie Deva edhe teatri kombëtar nuk qënë komunikat e para, me një biografi, me një fotografi. Shkojmë në mbledhjen komemorative, nuk ka fotografi në mbledhjen komemorative e cila mbahet në teatrin kombëtar të një aktore, ndoshta ndër të parat në skenën kosovare. Domethënë nuk e kemi fotografinë e aktorës parë, tash para në aktorë të cilët bëjnë shfaqje sot në teatrin kombëtar, pas 10 vjetësh a kanë me pas një material në arkiv, sigurisht se jo. Më thonë problemi është më i madh se nuk është media, po është problemi të institucionit. Po i ka thonë ditën kur është bërë varimi i Naxhie Devës në studio, për shkak se personalisht unë jam prek shumë kur e kom pa në teatr kombëtar që nuk ekziston asnjë biografi. Sigurisht nuk ekziston një biografi për Enver Petrovcin, zyrtare ose për Faruk Begollën, ose për atjetërën, ose për atjetërën, edhe prandaj kur shpërndohet informata edhe mund të shtrënohet se institucioni i cili e ka obligim me shpërnda biografin, edhe ose ekipa anonime të një fotografi që nuk ka qenë Naxhie Deva hiç, për shembull. Nuk e kanë njoft njerëzit kush është Naxhie Deva, edhe që në qëfar situatë ke marrë, problemet ekzistojnë. Do të jo, nuk është këtu vetëm problemi i medias, profesor Petrovci. Nuk është problemi i medias, është problemi i funksionimit të institucioneve. Shumë me Dardani, absolutisht e ka në rregull, s'kam e shtu. Absolutisht është ashtu. Po këtu pra, ta s'ka të bëj me media, po s'ka të bëj as me të... Po me menaxherin e ati institucioni. Po në qoftë se shtrembrohet lajmi që po thotë Dardani për
Ky nuk mund të jetë problem i medias. Është ndoshta edhe i media, se duhet me qenë ma... Po, do të me njoftë edhe gazetari. Duhet me ullum tu, do më dush mi hub 10 orë, 20 orë për me dhonë një informacion drejt edhe sakt, po për shembull në raste të tilla, kur vdes dikush, se shumë keq që po flasim ndoshta bashkë për këtë si shembull që morë. Si shembull, po a dy sa problematike është për një gazetar, po edhe për një redaktor me pas qasje në arkiv të rilindjes për shembull. Nuk është e kollajshme. Po më doj, kuj ti adresosh në rast se do me pas... Po, a di çfarë procedurave dush me i ndjek për me pas qasje, sesion të digitalizuar. Çfarë do të kjo Dardan, sipas jush? Çfarë nënkupton kjo? Po, e para është problematike, nuk kemi, na mungojnë shumë gjana, nuk kemi arkiv, qasja në arkiv është e zorshme. Kjo shkakton problem medias? Për shembull, nëse unë sot du të shkruaj një artikull për Enver Petrovcin, e kom problematike për shkak se informatat nuk më i marrë ndryshe përveç se më duhet me e mërzit vetë personalitetin për cilin du me shkrujt. Unë nuk kom jetu në vitet 70-80, kështu që nuk e din atë kohë krimtarin, se kom pas rast me pa. Nëse du me pa një filmim të asaj kohë, nëse du me lexu një artikull të asaj kohë, e kom problem si gazetar me pas qasje. Dhe, Gzim, a mendoni se kjo është pasojë ndoshta e hendekut që ka shkaktuar vitet 90-ta? Po pikërisht. Kjo është pasojë që përbashkën edhe mediat edhe kriza politike e viteve të 90-ta dhe luftrat e viteve 90-ta kanë shkaktuar këtë, mund ta quajmë edhe kaos. Nuk është kaos në kuptimin bazik, po është kaos në kuptimin e raporteve normale që e thash më herët mes mediave dhe kulturës. Ndërprerjet e tmerrshme që kanë ndodhur, atë normalizimin e fillimit viteve 70 dhe 4-5 vitet e para, viteve 80, kam qenë fëmijë atëherë, megjithatë i mbaj mend pak, rrjedhja normale të raportimit dhe analizimit të kulturës nga media e kanë ndërprer kriza dhe faza e luftës, pastaj tash faza e tranzicionit. Ne jemi në fazën e tranzicionit dhe nuk po dim si të dalim nga kjo fazë. Po, nuk po dim. Se ka të bëjë me edukat, shumë bukur e thatë, se unë i shoh dhe tretë dhe studentët mi, ambicia e tyre është me qenë më i miri në fshat, qytet eventualisht Kosovë. Eventualisht. Ajo është ambicia jetike e tyre. Edhe kërë bëjnë në një emision në televiziv, apo një gazet, s'paku ta kishin ambicien atë gazet me lexu gjithë shqiptarët, ose një emision ta shikojnë shqiptarë që jetojnë këtë botë. Jo, mirë është, bere qatë versën mirë është, që në qendër të Prishtinës. Po shikohet mirë është, nuk e ka ambicien. Ndoshta pse është rritë konat shumë vështira. Mu më dhimë se të vërtet bjen shumë keq për gjenatën që sot i ka 30 vjetë, ndoshta pak ma shumë, që janë shkolluar në Bodrume, në shtëpijat private, të izoluar, kam përjetu egzodin, luftën, vrasjet, mbytjet, tragedit, tash tranzicionin, kur një ditë më kanë qesh. Edhe ndoshta kjo ka dikun ta, që ta kry një pun, u kry, po shkojmë shtëpi, u kry, i mara të pare që të dvogla, edhe ende jo në ghetto, është si depresion kolektiv. Po, ende, a din që s'mundet me shku në Gjermani kur do na e thret një gazetar në televizion, e jam Musafira, i ka 100.000 probleme, po e zëm, hiq s'malar, tash, nga kanë fëtu në një festival botnor, s'mujtë me shku, që s'kemi pasaporta, nuk me i pranë në pasaportat, për shkak njerit ne nuk shkojmë. Dhe aje din atë edhe nuk mërzitet. Po, edhe kjo... Nuk mërzitet pëse s'ka shku. Qëfar ndikimi ka në raportin media... Po, këte që e tha. Po, raporti është stërkeqë. Se ambicin e ka, pastaj edhe, shive, të shumë a lehtë, me marrë një lajmë nga Hollywoodi edhe vendosë televizion. E merë edhe vendos si lodhë shumë, e merë një talava, bla bla bla, e mush këtë programin televiziv. Qëka di unë, i merë gjarat e leta, që në shumë, e merë 3 politikanë të ambushin edhe bojnë intrigën fenomenale, qesh me ta, bojnë cirkus me ta, ata s'kanë vedije që në botë cirk, nuk e kanë atë vedije, populli i shikon, unë e për ju them, fëmijët e mi, i din, po them,
30 emna të artistëve shqiptare botënor. A i din sigurisht 300 emna politikën. Edhe vetëm shqiptar. 300 emna i din. Pse jemi shoqëri politizuar, domethënë? Pa ti e politizon, si media ti e politizon. Unë thash fillim, çka po më intereson me marrën televizion 21, balotazh, një i mos ta emnoj. Diku atje, një farë vendi, po ma çet mund televizion Prishtinë. Çka po më intereson ajo? Unë nuk votoj për te. Pse unë? Pse ne? Prishtinës rregull, që t'janë në televizionin lokal. Kush është ai për mua? Profesor, a mund të flasësh për teatrin një shtresë shoqërisë që është goxha e madhe, e cila nuk mund gjinet buk? Ka probleme ekonomike serioze. Po? Edhe ti po e imponon politikën? Jo. Po është. Ja imponon politikën çeshme ta. Është në aspektin social. Sikur opium, ha? Po, sikur opium. Se kjo budalla ha, edhe pse s'ka buk më ngër çeshme te. U murvesh edhe kjo budall vetë se kupton se ky po çeshme te, edhe kalon koha shumë bukur. Jo, do të them që ndoshta shoqëria jo ndoshta është e lidhur shumë për politikën sepse ndoshta shpresat i ka të politika. Po duhet fillohet depolitizohet, pra hapi parë duhet bëhet pikërisht nga mediat. Mos që jep një hapësira shumë. Me thonë që komuniteti artistik po politizohet shumë kohëve të fundit. Patjetër. Për shembull, Po mënyra e vetme për të bërë të famshëm është. Jo, patjetër. Që për shembull profesori ka dhënë një parti. Jo, është e vërtetë. Media ku pa profesor. Po, pse që media po rrenë. Edhe që pse nuk reagove. Pse s'kam reagu? E kam thënë vetëm për shkak të historisë koaditore kam reagu. Po. Edhe mos kam reagu. Se më thanë të mençmërit, se dhe unë kam do qifut që më mësojnë, si do, thanë mos reago se e bën edhe më të madhe. Më ka dhimbë sidomos në frëst, rasisht e shikova, një i studenti imi, e tha këtë pyetje, mos ta bëjmë tash, mos ta ndrojmë temën, a i të e ditë, se nuk është të vërtet ta po vjen keq për te se ka aderu thuhet, ha? Me ateru, aeroplani. Antarësim. Që të ke ateru. Me ateru, aeroplani. Edhe tha po vjen keq, vetëm me thonë nuk është të vërtet. Jo, nuk kam qenë kur në jetën time në asnjë parti. Bile, edhe në partitë që ka qenë babyt, partinë komuniste. Kur s'kam qenë në asnjë parti, përpos partisë artistëve, ajo po. E kam pas qef njerëzit me ardhë. E kam adhuru këte apo këtë njeri, po jo parti. Kur s'adhuroj parti? Kur? E adhuroj, ti më dhe me qenë në atë parti. Po, në regull. Kështu që te, heqe. Dardani ngritë një qeshe shumë që është shumë interes ta diskutojmë që artistët janë politizuar. Se gazetarët janë politizu, ajo marrë të shprej kohësh, apo? Po, pse artistët kanë politizuar? Kjo është... Nuk janë artistë. Si pas meja, nuk janë artistë. Mungesë për aktivitetit. Jo, do të kompenzojnë vetën për mes politikës. Unë kisha me shtu këte. Unë do të politizom, edhe kam thënë vetës, edhe familjes, se me ta kam punë, nuk kam punë me liget tjetër, do të hynë në politikë në momentin kër vendosim e ilon artin. Atë kam të drejtë. Se nuk shkojnë dyja të bashkë. Nuk shkojnë. Po shive, nëse t'jemi të sinqert, me statuta, me kushtetut, si dush, ja u kësha ndalu profesorve me qenë në politikë. Shko, po le profesor Lukun. Si unë, fëmiu im, mund besoj ty, se e ketë drejt kër ti e në atë apo këtë parti. Ja u kësha ndalu ushtarakve, oficerve, policisë, edhe mësusve, gjithë arsimtarve. Ja u kisha ndalu, ose banë mësus, ose në politikë. Vesh mos dalim për temë, se... Jo, po... Edhe o kulturë. Edhe është kulturë. Zë Ibrahim, si duhet, në qovë se egziston, më thonë, kjo shkëputja e raportit media-kultur, ose si duhet forcuar, me që lidhje ka, por si duhet forcuar këtë lidhje? Cilja është zgjidhja që mund, të më thonë, të kthehet ky edhe besimi, po edhe një lidhje më e fortë ndërmjet kulturës dhe medias. Kjo është shumë komplekse, prandaj është vështirë me qena që i menë që sot në këto kushte, edhe me dhonë mendim të sakt, edhe me thonë kështu do duhej, por unë kujtoj që me du të pasë respekt nga shteti, rëndë parë, nga investimet këto, e dyta, pas ta e vim të stafet e redaksive ndryshme, ato, stafet redaksive, se du të me pas një konsiderat më të madhe ndaj efekteve të kulturës. Gjithë një po flasë për mjetet e informimit këto të shkruar atë, jo për mediat televizive, sepse mediat na pishohim, kjo formë, që kjo emision i kulturës është mjaft i mirë, kjo emision, edhe si që bën edhe emisionit tjera,
por s'po du tash të lavdoj ty, të lavdoj 21-shin, sepse... Sa di shikohet. Po, sa di shikohet. Po, shikimi e krejt. Mirë, por, raporti tash du të fillojnë nga stafet, nga pronarët, për quj tash pronarët, se gjithë janë bo private, të mjetit e informimit. Mirë që janë private. Edhe të zgjedhet kuadri për kulturë, kuadri tjetë adekuat që ka informacion, që din, e mos ndodhë, si që ka ndodhë shpesh, i del për para edhe e pytë, thot në falni, erdha të bisa, ju i një shkrimtar? Apo koptar. Ajo është ma ofendim, të ma nuk ka. Një tip i tillë gazetari, për shembull, punon mjetet informimit, edhe ti dush mi pas... Mos ka fakulteti gazetarisë të problemin, profesor. Po, ajo është diçka tjetër. Gjitha problemet shoqëni rrjedhin prej krizës në arsim që është. Gjitha problemet shoqëni. Nuk arrihet vetëm me fakultet. Nuk arrihet me fakultet, po arrihet me interesim se gjitha vazhdojnë më tutje pas fakultetit. Ata vinë me diplomë dhe konkurrojnë në televizion. Amo diploma s'kryen punë. Praktika është ajo me rëndësi, që ajo praktik nuk ekziston këtu. Edhe tash, me qenë se nuk ekziston të gazetarët, kur e them se edhe ata që janë e kryt të redaksive, s'kan interesim. Kur e thash fillim atë, thash pa me qëllim saktuar, thash që të kuptohemi ku jemi, të thot, kultura në të rrinë që atje, mundet edhe mos me hinë si faqe e kulturës. Në shkojnë mas faqeve rozë që atje dikon, mas sportit, mas që aty, ka ndodhë edhe ka hinë mes reklamave që aty të vdekunit. Faqe e kulturës futet aty. Nuk ka interesim. Unë kam përvojnë time edhe në atë periudhë kohore, të më thonë, kohën e nostalgjisë që ne kemi me Petrovsin, kemi nostalgji, me gjithatë në aspektin e përfaqësimit që ka ndodhur atëherë. Edhe sot kam nostalgji sepse është punu, nuk e vërteta asnjë gazetar s'ka mujt me hyrë në kulturë pa pas informacion. Gardan, a ndodh që në titujt kryesor të lajmeve në këtë dhe për shembull të vendoset një lajm i kulturës? Ta shumë me rajt me thonë, është rallë, ndodhë rallë. Për shembull ka ndodhë disa profesor, jo kur ka vdek, ka ndodhë me Arta Dobroshën, kur ka qenë në Cannes, në festivalit të filmit në Cannes, ka ndodhë prap me Arta Dobroshën, kur ajo ka qenë zgjedhuna në mesin e 10 kina aktorve me perspektiv në kinematografi në Berlinale. Edhe nuk muj me thonë që ka ndodhë në njëherë, ose ka ndodhë shumë pak. Nëse vetë fakit që i banë men, ka ndodhë dykime, më kanë rejtë i mbajnë men. Po jo, po ndoshta edhe pse e kanë edhe misionin e përditshëm për kulturë. Ka ndodhë pak, unë mendoj që edhe në lajme duhet me pas hapësin, ma shpesh. Më qenë kryet se raporte televizive për kulturën në lajme ka, po jo në kryetituj. Këto unë fola vetëm për kryetituj për momentin. E mungojnë edhe për shembull edhe në Ballinën ose ka ndodhë edhe kur Blerta Zeqiri e ka fitu çmimin në Sundance. Për shembull që ka raste, po janë të ralla. Natyrisht që kjo duhet me u... Po për shembull nuk ka ndodhë me qenë kryetitull në lajme, jo në televizion ku punoj, po në asnjë televizion se besoj, për shembull të na ka qenë vdekja e Bekin Fehmi ka qenë krye lajm ka qenë. Po, ajo krye lajm, ajo pa diskutim. Unë po flas për kulturë, jo për vdekje. Do thonë nuk e përfshiva vdekjen e se ka qenë edhe vdekja e Faruk Begollit krye lajm, po nuk i përfshiva ato në këtë pjesë. Deshta me marr shembuj, jo vdekjen, po një sukses të një artistik. Po mirë, a sta shtot pyetja, a duhet të jetë një premiere një shfaqje kryelajm? E këto deshta me thonë. Premiera e një shfaqje nuk ka ndodhur të jetë kryelajm. Tash është edhe rëndësia e lajmit, domethënë. A duhet të jetë? Jo, po jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Po kur ke ti autorin e madh, regjisorin, aktorin, atëherë po. Këto edhe unë e pajtohem profesor. Jo gjithmonë, natyrisht, po për shembull Tirana nuk ka qenë asnjë. Po jo edhe kur. Domethënë varet nga rëndësia e lajmit. Po tash del pyetja tjetër që sa krijon lajme të rëndësishme institucionet kulturore për mi vendosur në kryelajme.
E po tash ndrojnë ato menaxherët drejtorat, ajo është tash punë shumë larg. Sa e vendos. Nuk e ndrojmë ne, profesor. Po e di, e tash e gjëra janë të lidhura, po. Unë po kërkoj lidhjen, domethënë, e di. Gzim, a ke ndonjë mendim? Unë e thash në fillim që nuk është problemi i paraqitjes, bëhet një ngjarje kulturore lajm. Fund fundit ditari në secilin televizion i paraqet ngjarjet e ditës, pa marrë parasysh janë politike, kulturore, çfarë do. Çështja është te emisione si ky yti, ku do të bëheshin analiza për kulturën, jo vetëm lajme. Në fakt më bezdisin lajmet për kulturën, se janë aq thjeshtuara, so që nuk paraqesin kurrë hiç. Edhe shpesh është trembruar, siç e thash edhe në fillim. Është niveli analitik. Lajmet janë lajme. Lajmet janë për me informu. Ndërka që emisionet... Pa, nëse është një ngjarje kulturore aq e madhe, sa që e rëndësishme për krejt shqiptarët, atëherë edhe mund të bëhet lajm. Sot Ibrahim? Me që jemi në minutat e fundit, mund të më japish qoftë mendim të fundit lidhur gjithmonë po mbes domethënë te kjo lidhja media kulturë. Edhe si të funksionojë më mirë kjo lidhje domethënë. Varet te kuadri. Këtë emision për të mirën e kësaj lidhje domethënë. Unë votoj për kuadër specializuar. Kuadri i kulturës, kudo që është, kudo që do të jetë. Qoftë edhe në për institucione, tjetë i specializuar, tjetë i përgatitur, e aq më shumë tjetë i përgatitur. Edhe i paguar mirë dhe i trajtuar mirë. Edhe i paguar mirë, por i përgatitur mirë. Shumë mirë, po nuk e paguan dhe ikë. Profesionalisht, një edhe këte, si po thotë Gzimi, natyrisht i paguar. I trajtuar mirë. Por s'ka pagesë, s'mund kërkosh me ti edhe çka po ti. Është e vërtet, gjë kryesore është me dhënë kohën ati profesionisti që miret me kulturë. Çfaroni, është dallim shumë i madh në mes atij që miret me kulturë, ta quajmë gazetar, por nuk është më ai gazetar, ai është shumë më shumë, është edhe kritik, edhe një gazetari që jep vetëm informata. Pra të paguhet, unë po thash fillim 10 herë më shumë. Kur paguhet ai 10 herë më shumë, jep kohë që ai të miret me këtë punë. Kohë dhe komoditet. Po pra, edhe jo me mbietu me marrë me gjëra që nuk i takojnë, apo i bën më dopë. Kjo është e para. Po e për një shembull. Ishte Hamleti, ai regjizori anglez David Gotthard, po. Tha Enver, ne u patëm njoftu me Vanessa Redgrave, apo ma shkruaj një, se ti e ke luajt Hamletin, thash po e kam luajt. Thash ma shkruaj një kritik për Hamletin, për shfaqje. Thash po, do të vi çdo ditë në shfaqë këto provat e fundit, thash po sa po më pagun. Po, thash nëse s'më pagun kaq e kaq, që më hupi kohë, a është kohë shumë e madhe. Edhe në shkrim, edhe në mendim, besa edhe me pyetje, edhe me qenë në prova, a është kohë. Edhe thash po ta garantoj kritikën në nivel të them shumë të mirë. Jo me të thënë bukur që e ke, po me qenë kritik, se kritika do të thënë me qenë gjithmonë e mirë. Që edhe me të kritiku, me të dhënë dopsit. Po nuk pranoj se s'kishte para. Po, Dardan, a ke ndonjë gjë për fund të thuash në këtë lidhje në media kulturë, sepse jemi minutat e fundit. I thonë të gjitha. Është vështirë është ta me përmbledh me një fjali, është komplekse si temë. Kjo do të thotë që edhe ne duhet të kontribojmë, po edhe njerëzit e kulturës duhet të kontribojmë në këtë gjë. Edhe ata po punon ti duhet të kontribojnë me ty, me atë. Po, që të përcaktosh. Absolutisht, profesor. Por vetë faktin që ne po diskutojmë për kulturën këtu është kontribut. Po ti një ditë lodhesh. Se ti me e bë këtë emision është shumë e lodhshme se mi marr dy politikan folin diçka aty. Okej, ju faleminderit shumë që gjetët kohë për të ardhur këtu për të folur për kulturën. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu japim fund, domethënë, diskutimit për temën kultura si trajtohet nga media. Ndërkësh në vazhdim, unë nga studio Randevu do t'ju dërgoj në qytetin e kulturës, në Prizren, në qytetin historik, në kryeqytetin shqiptar. Prizreni ka shumë karakteristika të cilat ndoshta edhe pse kemi qenë qindra herë, nuk i kemi ditur disa gjëra që ja vlen të vizitohen. Prandaj gazetari Abbas Krasniqi është kujdesur që të paktën ata që nuk i kanë ditur disa karakteristika këtij qyteti, t'ja u tregoj përmes reportazhit. Edhe ju kur të shkoni në Prizren, mos e leni pa i vizituar gjitha këto karakteristika. E shikojmë bashkë reportazhin.
Prizreni konsiderohet si qyteti më i bukur në Kosovë më gjërë. E kurora e kësaj bukurie padyshim se është Kalaja, nga ku mundësohet një panoramë e mahnitshme e këtij qyteti të rëndësishëm për shqiptarët. Atraksionet e shumta që ofron ky qytet të vështirëson zgjedhjen se cilin ta vizitosh të parin. Kalaja e Prizrenit, Xhamia e Sinan Pashës, Shatërvani, Lidhja shqiptare e Prizrenit, hamamet e qytetit, Ura e Gurit janë vetëm disa prej shumë monumenteve kulturore, historike, natyrore, të cilat pasurojnë këtë qytet. Të vish në Prizren e të mos rrëtisësh në Shatërvani e të pish ujë në krojet e tij është sikur të mos ta vizitosh fare këtë qytet të bukur. Dhe e dini që thuhet për ata të cilët e pinë këtë ujë? Thuhet se ata të cilët e pinë ujin e qeshmës së Shatërvanit, sidomos vajzat, mbesin në Prizren, pra martohen në këtë qytet. Dit apo natë, dimër apo verë, Shatërvani është lokacioni më i frekuentuar për shëtitje. Duke qenë në qendër të pjesës së vjetër të qytetit, shërben edhe si pikë orientuese për pothuajse të gjithë njerëzit të cilët jetojnë dhe e vizitojnë Prizrenin. Është e pamundur të takosh dikë që e ka vizituar Prizrenin e të mos ketë vizituar këtë pjesë të qytetit. Askush nuk mund ta shpjegojë arsyen pse Shatërvani i Prizrenit është aq shumë i vizituar. Po bën një farë simboli prezent, nuk mu jo thonë saksisht me tregu pse ka qenë të rek ky Shatërvani, sidomos kur marrim parasysh çfarë gjendje ka qenë kroji para restaurimit, nuk di, ose ka pas ndonjë bestytnia, ato kush pin ujë, jo martohet, jo fati, jo ato, këto, veç nuk di, ka pas një farë energjie ndoshta kështu më fshet që ka të rek popullatën. Kompleksi i Shatërvanit mendohet të ketë marrë këtë emër për shkak të krojeve të cilat janë brenda tij. Për krojet e Shatërvanit nuk ekziston ndonjë e dhënë se kur mund të jenë ndërtuar, megjithatë ato vazhdojnë të jenë simbol i këtij qyteti, të cilëve shumë shpesh i janë thurur edhe këngë. Shumica e objekteve të cilat e rrethojnë Shatërvanin janë objekte të pas luftës së parë botërore. Kaldrëmi i cili është i shtruar në këtë pjesë dhe në rrugët e këtij qyteti në një moment të shtyn të mendosh se në cilën periudhë je duke jetuar, apo thënë më mirë, kjo pjesë e Prizrenit është makinë e kohës që të dërgon qindra vjet më herët.
Prizreni konsiderohet një ndër qytetet më të vjetra shqiptare dhe kështu ka kaluar nëpër luftra e sundime të ndryshme. Të gjitha këto kanë ndikuar edhe në ndryshimet arkitekturore të këtij qyteti, për të cilat na foli arkitekti dhe arkeologu në qendrën rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren, Jusuf Gjibo. Sa i përket pamjes, mundeni me pa që këto objektet janë mas luftës parë botërore, vitet 20-ta, 30-ta, që tregon një ndryshim pasi mas periudhës osmane me ndryshimin e sistemit, ndryshon edhe pamja arkitekturore. Ata tentojnë të imitojnë shtëpitë që kanë pas në Serbi, respektivisht mundon me imitu një farë neoklasicizmi jo bashkë suksesshëm ndoshta, është një specifik, është unikat për këtë qytet, vërtet për këtë pjesë Kosovës që se muj me qujtë. Për të shtuar bukurinë e Prizrenit, natyra ka sjellë mu në mes të pjesës së vjetër të tij, Lumbardhin. Kjo është ura e gurit e cila gjendet në bërthamën e vjetër të qytetit të Prizrenit. Me që Lumbardhi e ndan në dysh këtë pjesë të vjetër të qytetit të Prizrenit, atëherë ura e gurit ka luajtur dhe luan rol të rëndësishëm në zhvillimin e tregtisë dhe të jetës në përgjithësi në të dy anët e Lumbardhit. Për ndërtimin e urës nuk janë gjetur ende të dhëna, por duke u bazuar në tipologjinë e saj, konstatohet se duhet të jetë ndërtuar në fund të shekullit të 15. Ura vjetër është 3 harkore, ku harku i mesëm është më i madh, kurse harqet anësore janë më të vogla dhe jo të njëjta, që e bën urën asimetrike. Përderisa dikur urat prej gurit të Drinit kanë qenë lidhëse të dy anëve të Prizrenit, sot nuk ekziston asnjë urë e tillë origjinale, madje as kjo e cila është një ndër urat më të njohura në Prizren. Paktën kështu thot arkeologu Jusuf Gjibo. Ura gurit është njëra nga shumë urat gurit kanë qenë normal Prizrenit, por fatkeqësisht Prizreni nuk ka më asnjë urë vjetër të gurit origjinal. Edhe mrapa neve që përshojmë këtë urë, nuk është origjinal, veç është një kopje rindërtuar në vitin 1982, pasi që nga vërshimet katastrofale që kanë qenë në vitin vërtet më saktë 17-19 nëntor 1979, fatkeqësisht edhe ura pson. Kompleksi i Shatërvanit nuk përfundon me kaq, pasi që në hapësirën në të cilën shtrihet ai ekzistojnë shumë elemente të trashëgimisë kulturore, fetare e historike. Në mesin e gjithë kësaj pasurie është edhe xhamia e Sinan Pashës, e cila si kurore një perandorie të dikurshme qëndron me qindra vjet në këtë mes. Edhe pse nuk është xhamia më e vjetër në Prizren, padyshim mbetet xhamia më e bukur dhe më e gjerë në qytet. Me një minare të lartë 42 metra dhe me një diametër të kupolës qendrore prej 24 metrash, kjo xhami është ndërtuar në vitin 1615 nga Sinan Pasha. Duke u larguar nga xhamia Sinan Pashës, ne vazhduam rrugtimin te sahat kulla e qytetit. Atje na priti arkeologu Luan Koçbashli, i cili një herësh është përgjegjës për muzeun arkeologjik, i cili gjendet brenda sahat kullës, e cila është ndërtuar në shekullin e 18 dhe hapësirës së hamamit të Shemsedin Beut, të ndërtuar në shekullin e 15. Me të hyrë në oborin e këtij muzeu të bien në sy monumente të kultit, stela apo gur mbivarror të periudhës romake, të gjetura në Prizren dhe në regionin e tij.
نيم على عمان طير وعلي يا حمام سلم على محبوبي وارجع رديلي السلام من هالميل. Nga këtu ne vazhduam për pjesën e mbrëmshme të muzeut arkeologjik, ku gjenden rreth 1000 eksponate të cilat janë tregues të lashtësisë së Prizrenit. Artefaktet të cilat janë, ose objektet të cilat janë prezentuar në muze, datojnë që nga periudat më të hershme, nuk e filluar për periudës neolitit, do thotë 6000 vjeçar para erëson, deri te perioda e mesjetës, duke përkap edhe periudat me një kontinuitet, si që janë për shembull perioda e hekurit, perioda e bronzit, perioda e sundimit romake, mesjeta, edhe deri te sundimit të perëndërisë osmane. Gjatë vizitës në muze ne ishim kurreshtar të ngjitemi edhe në pjesën më të lartë të Sahatkullës. Për të ngjitur atje duhej kaluar mbi 100 shkallë, megjithatë kur shkon lart ja vlen barra qiran, pasi në atë lartësi të ofrohet një peizazh i mahnitshëm i Prizrenit. Ky është Prizreni, kryeqyteti i dikurshëm i shqiptarëve. Qyteti me atraksione historike e turistike të pafund. Qyteti që lirisht mund të thuash djepi i kulturës shqiptare, ku përveç kulturës e historisë, ai njihet edhe për një karakteristikë të veçantë, ushqimin. E tash është koha e drekës, krijimit e dreka, ku mund të ha dreka më mirë se në Prizren. Sigurisht të gjithë ju që keni qenë në Prizren e keni parasysh tashmë më aromën e qebapave të Prizrenit. E pikërisht në këto momente unë edhe kamermani po shkoj me i shiju këto qebapa të njohura të Prizrenit. Oldu şabrande? Sabit. Önlükle sabit. E pas kësaj dreke të shishme, vazhduam rrugën për në hamamin e Gazi Mehmet Pashës, ku na shoqëroi arkeologu Luan Koçbashli. Ky hamam është ndërtuar në vitin 1563. Në portën kryesore është vendosur pllaka me mbishkrim 1833, e cila tregon datën e restaurimit të hamamit nga vëllezrit Tahir e Mehmet Pash Rotulli. Hamami ka shërbyer si banjë publike deri në vitin 1944, ndërsa më pas u bë pjesë integrale e jetës shoqërore dhe kulturore. Në vitin 1954, ky hamam shpallet për mendore kulturore.
Hamami është i llojit çifte hamam që është përdorur nga të dy gjinit në të njëjtën kohë. Për momentin na ndodhemi në pjesën e mashkujve, i cili përbëhet po ashtu nga disa hapësira. Hapësira e parë, ku kemi hyrë në prej hyrjes në hamam, ndodhet një shadrvan dhe faktikisht aty ishte edhe një qajtore, ku faktikisht dhoma e pritjes të hamamit, pastaj nyjet sanitare, dhe hapësira ku lajeshin, ku tash për momentin jemi këtu në hapësiran ku janë bërë larje dhe inhalimit me avullin. Kjo hamami është në nxerr nëpërmjet korridoret me avullin. Duke u larguar nga hamami Gazim Mehmet Pashës e duke pasur parasysh ato pamje të cilat rrallë mund t'i shohësh në Kosovë, ne vazhduam rrugën nëpër Prizren. Një karakteristik tjetër të cilën e hasëm nëpër rrugët e këtij qyteti janë edhe zanatlinjt e shumt. Traditat dhe rëndësia e dasmave për banorët e Prizrenit duket të jetë e madhe, pasi që ngado që shkon nëpër Prizren do të hasësh nëpër dyqane me veshje nusrie, veshje kombëtare e elemente të ndryshme të cilat nevojiten për një dasmë më tradicionale. Edhe pse në Prizren ka ende farkëtar të shumt, ne vendosëm të vizitonim njërin prej tyre. Në një dyqan të vogël takuam zotrin Mensur Alabakun. Prej shumë vitesh, ai ushtron punën e farkëtarit, të cilën e trashëgoi nga të parët. Unë mina me këtë zanat që 13 vjetë. 13, ku që trashëgimi, do me thonë, i farkatarve ishë babalartë e tona. Pre voglimit, pre 8 vjeqe baba punon. Do me thonë, babës trashëgim është kjo. Tradita është. Edhe kjo vjen deri te unë. Edhe pas me nuk punojnë më farkatarët. Nuk punojnë, se farkatarët kanë rallë momentalisht. Pre zanatit. E po qilën teknika tjera, ndryshme, edhe që ashtot. Unë sa për qëtashti prodhoj qëta mjetet, për qëma sopatat. Ky farkëtar i cili mendon se zejet janë duke ushuar dita ditës, gjendet pak metra larg Qylhanit. Dhe me që ishte ditë e mërkur, ditë pazari si njihet në këtë qytet, ne vendosëm të vizitojmë atë. Derisa kohë më parë në këtë treg janë shitur vetëm pundore, sot Qylhani i Prizrenit është komercializuar paksa.
Ky është Arben Albaneshi, i cili shet në këtë treg që nga mosha 15 vjeçare. Sipas tij, Qylhani është baza e shitjes së pëlhurës në Kosovë. Prap kam mas shumë ti këtu në treg, nëse keni mujtë edhe me vrejt, punë në dorë, shka punojnë gradë në për shtëpia, për shembull, edhe vini shesin këtu. Kurse ma herët janë shit në viteve më tashme, po foli prej 80-ta deri 90-ta, janë shit artikuj vjetra, qelime, janë shit për shembull, janë shit pëlura, cilat edhe sot punohen për shembull pëlura për këmisha shka i veshin, zakonisht femnat të na i veshin, ato janë gjithmonë tradicionale e Qylanit është. Ato nuk mundesh mi gjetë për shembull askund tjetër përveç se në tregun e Prizrenit, se është baza shka shitet pëlura. Ndërsa Hane Krasniqi, e cila është shitse e rregullt në këtë treg, thotë se Qylhani ka ndryshuar shumë. Ma herët akon shumë ma mirë, tashti pak karo, ju pak po shumë karo, si karosin në dyqan, si të naksojde, si gjithkund senët kanë ro. Aho Qylhani e moja june që kum dalë këtu në qytet që sa vjetë, shumë është mirë. Akon mirë për para, akon lirë, tashti ju, ham njën senë shrejt, edhe pare s'kanë, edhe popli pa punë janë. Nuk kanë punë, për cilën, për anej, kënej, s'pa kanë. Gjatë bisedave me qytetarët e Prizrenit, kuptoi që e folmja atyre është karakteristike. E folmja shqipe e qytetit të Prizrenit shtrihet në një areal gjuhësor multilingual, pasi që kjo e folme lokale interferon ndërmjet të folmës turke, turqishtës së Mamushës, turqishtës së Prizrenit, serbishtës së Gorës, serbishtës së pjesës së ortodoksëve, ndërsa në rrafshin dialektologjik preket nga folmja e Gjakovës, e folmja e Zhurit, e folmja e Opojës dhe e folmja e Zhupës. Pavarësisht këtyre, sipas gjuhëtarit dhe profesorit universitar Sabaudin Cena, e folmja e Prizrenit është më e qëndrueshme se pothuajse të gjitha të folmet tjera. Shqip folësit e Prizrenit, por edhe folësit e turqishtës. Ate që e kanë mësuar në shkollë, falë gramatikeve dhe ndikimeve intelektuale. Prandaj edhe sistemi folior ju del shumë i rregulluar se sa sistemi foliorit të folmeve të Gjakovës për shembull. Foljet e pa rregullta, po e zam në Prizren, janë shumë më të ngurta edhe shumë më të drejta se sa po e zam folja dhënë. Anë mban, jo vetëm në Gjakovë, po dhe në mjetet e informimit të dëgjojmë, ma ka jap, ta kom jap, kemi japur dhonsha, kurse në Prizren ka shpëtuar prej këtij ndikimi, a të trajtë të tjera janë pothuajse në harmoni dhe në koherencë me të gjitha të folmet anë mban trojve kuflit të Shqipja. Ka dhe intelektual, madje me renome, edhe profesor të letërsisë të gjuhës Shqipe që në familje flasin turqishtën. Mirë po, kur kijet parasysh fakti, se po ata njerëz në të shkruar, rrallë ndodhë që të bëjnë gabime, po edhe në të folur, atëra është me të vërtet një krenari, për arsye se trajtat të cilët janë ngulitur ati në kokë, janë trajtat shkollore ose trajtat e standardizuara. Për të vazhduar rrugtimin ton për në kalan e Prizrenit, nuk do të kishte kuptim të mos ndalemi te monumenti i cili përmban aktin më kulminant të përpjekjeve të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi kombëtare në lidhjen shqiptare të Prizrenit. Atje në apriti përgjegjësi për objektin e kësaj lidhjeje të rëndësishme për shqiptarët, parim Kosova.
Kushtet e volitshme ekonomike dhe strategjike të qytetit të Prizrenit kanë ndikuar që patriotët shqiptar në vitin 1878 të mblidhen në Prizren. Në objektin e tanishëm të lidhjes shqiptare të Prizrenit janë Muzeu Historik, sektori etnografik dhe Galeria e Arteve Figurative. Pavarësisht peripecive në për të cilat ka kaluar lidhja shqiptare e Prizrenit, ajo vazhdon ta ketë dinjitetin e saj si një objekt shumë i rëndësishëm i historisë së popullit shqiptar. Kjo lidhje konsiderohet edhe si vend i peligrinazhit shqiptar. Vetëm pas luftës së fundit në Kosovë deri më tani, këtë monument historik e kanë vizituar mbi 1 milion vizitor. Gjatë luftës së fundit serbët e dogjën muzeun. Pas lufte është rindërtu muzeu dhe është ngrit kallëzim penal tribunal të Hagës ndaj 11 serbëve që e kanë ndjekur muzeun. Me rindërtimin e muzeut, asaj ju kthy dinjiteti dhe kështu që presim vizitor çdo ditë, vizitorët janë të shumtë prej gjitha viseve shqiptare dhe prej anës së mërgjimtarëve tanë që jetojnë qoftë në Evropë, në Skandinavi, në Amerikë dhe në Azi. Si dhe kemi edhe vizitorë të jashtëm, qofshin ushtarët e KFOR-it, më herët pjesëtarët e UNMIK-ut, tani pjesëtarët e EULEX-it, si dhe diplomatët e akredituar që veprojnë sot në Republikën e Kosovës dhe në Republikën e Shqipërisë. Në veri perëndim të Prizrenit, më saktësisht pranë rrugës magjistrale Prizren-Gjakov, është pozicionuar namazgjau, ose ndryshe e njohur në popull si Kërëk Xhamia. Kjo xhami është ndërtuar në vitin 1455, menjëherë pas sundimit të Prizrenit nga perandoria osmane, dhe aso kohë shërbente për të falur namazet e përbashkëta. Kërëk Xhamia është objekti i parë monumental i kulturës islame në qytetin e Prizrenit. Nga veri perëndimi i Prizrenit vazhduam rrugën në lindje të këtij qyteti për të vizituar kompleksin e quajtur Marash. Ky lokacion i cili vlen të vizitohet nga çdo person i cili dëshiron argëtim dhe relaksim në zhurmën e rrjedhjes së Lumbardit dhe ajrit të pastërt të bjeshkëve përreth. Dhe krejtë në fund ne e lam të vizitojmë kurorën e bukurisë së Prizrenit, Kalan. Nuk është e lehtë të ngjitesh lart. Të duan disa minuta për të ngjitur në balkonin e Prizrenit. Në fakt, kjo kala është një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të Kosovës dhe në gjendjen më të mirë prej të gjitha kalave të cilat gjenden në Kosovë. Gërmimet arkeologjike tregojnë se jeta në këtë kala është zhvilluar që në bronzin e vonë, që nga vitin 1500 para erës sonë, dhe që nga atëherë ka pasur një vazhdimsi të pandërprerë edhe gjatë periudhës romake e antikitetit të vonë. Deri në vitin 1912 kaloja ka qenë si garnizon ushtarok dhe me këtë botë pothuajse është braktis dhe pothuajse është lënë në mëshirën e fatit gjatë
gjitha periudhave të mëvonshme. Ndërsa sa i përket dokumentacionit që kemi gjetë deri më tani, fotoja parë mbi këtë kalan është e vitit 1863, studiusit gjithësisht albanologut famshëm Johan Gottfried von Hahn, i cili me fotografin e tij në këtë vit bëri 2 foto. Njëra foto është e kalas Prizrenit dhe tjetra foto është që ka bë Hanin nga kalaja Prizrenit që ka fotografuar qytetin e Prizrenit. Dhe pas kësaj periudhe, pothuajse në kohën e lidhjes Prizrenit dhe më vonë kemi disa foto që lënë me kuptu që këtu ka pasur disa ambiente, banimi, ambiente përcjellëse për funksione të ndryshme, siç ka qenë kulla komunal, që ka qenë një kullë trikotshë dhe që ekziston foto e kësaj kulle, pastaj ka qenë magazina e gjithësisht depoja e municionit, poshtë që është një monument shumë i madh, rreth 40 metra me 4 ambiente përcjellëse dhe tuneli, disa kulla përcjellëse, saat kulla, xhamia e Minpashës, janë gjithë këto monumente që kanë qenë deri në vitet e 1860, 70, 80, dhe pastaj me luftrat ballkanike dhe me luftrat që e kanë mësu, me gjasë janë shkatruar nga sulmet e Panderprera, këtë dëshmojnë edhe gjetja e një sasie të madhe të municionit që është gjetë brenda kalas, që jep me kuptu që ka pasur një sulm të Panderprera me predha të kalibrave të ndryshëm të topave të periudhës së kohës që po flasim. Dhe pas gjithë këtyre vizitave vendosëm që të shijojmë perëndimin e diellit nga qyteti i bukur i Prizrenit. Në fakt, Prizreni duket bukur edhe natën, dhe me këtë atmosferë të natës, ne i dham fund vizitës tonë në qytetin që është ëndër e secilit të vizitojë të paktën një vikend gjatë vitit.